Gjithë po flasim për këtë film sot, për këtë maskë, për ngjashmërinë e frikshme që ka me figura publike botërore të kronikës. Por asnjë nuk po flet për sekretin e vërtetë që ekziston pas këtij filmi. Ky është The Black Phone. E nëse Kubrick herën tjetër me Eyes Wide Shut na dha mundësinë që të shikonim se çfarë ndodhte brenda dyerve të pushtetit, Scott Derrickson na jep një manual të vërtetë psikologjik shpëtimi. Si të shpëtojmë prej kësaj që po ndodh. Po ju them që në fillim që e keqja nuk ka nevojë që t'i shëmbëllej figurave të njohura të kronikës. E keqja manifeston veten. Ndërkaq, e vërteta mas kësaj maske është shumë herë më e frikshme. Më ndiqni. Historia është brutale në thjeshtësinë e saj. Gjendemi në Amerikën periferike të viteve 70, ku një grabitës serial, jashtë quajturi The Grabber, glabëruesi, do ta përkthej unë, rrëmben adoleshent. Finn është adoleshenti i radhës, i cili gjendet në bodrumin e izoluar të glabëruesit, në ankth, frik, pa asnjë gjë, ka vetëm një telefon të zi në mur, që në fakt nuk është i lidhur me asnjë lloj rrymë. Finn do ta kuptojë që nuk është vetëm deri në momentin që ai telefon fillon të bjerë. Aty dëgjon dosjet, le t'i quajmë, të viktimave të mëpërparshme. Filmi i dytë shkon përtej shpëtimit të Finn. Kuptojmë që tek filmi i parë, po ju them që ai shpëton. Por ndërkaq është një djalosh i thyer, që nuk mund të jetojë, është i mbushur me frikra, është i mbushur me mlleth. I vetmi person me të cilin është tepër i lidhur është motra e tij Gwena, e cila ka një rol vendimtar edhe në filmin e parë në fakt, sepse Gwena ka një lloj dhuntie që edhe pse ajo e shef si një mallkim, sepse ëndrat e saj janë të mbushura me një dhunë të papërshkrueshme. Ato që ajo shef janë të tmerrshme, janë të frikshme. Shef këto ëndra, ndërkaq që Fini tenton t'i largohet asaj që edhe ai ndjen, edhe ai shef. Telefoni i zi vazhdon të bjerë për të, por ai gjithmonë përgjigjet duke thënë më vjen keq, nuk mundem dhe e mbyll. Ndërkaq Gwena është profetesha moderne, është luftëtarja e paepur, është ajo që nuk do të shoh përtej, po do të ndihmojë, do të vazhdojë përpara, do të vazhdojë të jetojë, ta bëjë jetën e saj të plot pa frikrat e të kaluarës. Sepse tashmë në këtë film të dytë nuk bëhet më fjalë vetëm për shpëtim fizik, bëhet fjalë për shpëtimin shpirtëror, bëhet fjalë që glabëruesi të mos mund t'ju vrasë atyre shpirtin. Kjo është tema e filmit, pa u futur shumë në detaje, në mënyrë që kushdo që ta shoh të mund të shkojë ta shohë rahat. Por ndërkaq unë dua t'ju them se për çfarë flet ky film. Çfarë do të thënie ka kjo maskë? Kush e krijoi? Nga erdhi? Ku u bazuan? Se për këtë po flitet kaq shumë. Ethan Hawke është aktori që luan në mënyrë fantastike rolin glabëruesit, por në fakt ai nuk ka dashur në mënyrë kategorike që ta marrë përsipër këtë rol. Nuk është hera e parë që bashkëpunon me Scott Derrickson, janë miq të ngushtë, kanë bashkëpunime të tjera më përpara. Scott Derrickson është regjisor i Sinister, që është ndër filmat absolut të zhanrit. Dhe siç po them, Ethan Hawke nuk ka dashur ta luajë mbajtja e asaj maske, tek e cila mund të lëvizte vetëm përmes trupit dhe syve. Pjesa tjetër është e mbuluar me maskën, nuk mund të bënte mimika. Megjithatë e luan në mënyrë fantastike rolin, sepse vendos gjithë plasticitetin e syve dhe të trupit për ta luajtur këtë rol mrekullisht, ama e ka pasur me shumë frikë. Aq sa thotë që edhe kur kthehej në shtëpi prej xhirimeve, ajo maskë dukej sikur ishte ngjitur me të, kështu që detyrohej që të bënte rituale të vogla nëpër shtëpi që të mund të qetësojë dhe ta shkëpuste veten prej saj. Derrickson i premton që ky film nuk është për të glorifikuar të keqen. Përkundrazi, ka një mesazh filmi, për cilën do të flas në fund, pse kishte kaq frikë Ethan Hawke për të luajtur këtë rol. Kjo maskë është arketipi, sipas Jungut, i antibabait, i përbindshit, i atij që në të kundërt nuk i mbron fëmijët, nuk i mbron të vegjëlit, nuk i rrit, përkundrazi, i glabëron. Prandaj Hawke nuk e donte këtë lloj rolin. Çfarë ka përdorur Derrickson? Këtu vim te pika kryesore që të gjithë po flasin, të gjithë thonë dhe absolutisht me shumë të drejtë thonë që kjo maskë i është referuar pikërisht këtij personazhi. Po të shohësh, janë të gjitha përpjestimet, raportet e fytyrës. E megjithatë po ju them që jo, nuk është e vërtetë që janë bazuar te ky personazh. Fam keq. E vërteta është shumë më herë më e frikshme se kaq. Ne dëgjoni pak historinë e maskës, e kësaj maske si Derrickson e krijoi. Derrickson bashkëpunoi me Tom Savinin, që është mjeshtër në zhanrin e horrorit, për të krijuar efekte speciale. Dhe i kërkoi atij
një maskë që të shprehte gjithë neverin, makabritetin, perversitetin, gjithë shka të ligë, të keqe. I kërkoj një maskë që të përfaqësonte të ligën absolute. Dhe të dy bashk arrin në këtë lloj konkluzioni. Fati i pamëshirshëm tregon këtë lloj maske, këtë lloj tiparesh për të keqen absolute. Maska përbëhet nga 3 pjesë. Është pjesa e poshtme që çmontohet, lëviz dhe që në varësi të ritualeve që përdor në ato që bën me adoleshentët vllabëruesi, i ndryshon edhe pjesa e poshtme e maskës. Është pjesa buzëqeshse. Është ajo që monstrat i tregojnë shoqërisë për të mos u kuptuar se kush janë, për t'i bindur, për t'i joshur ashtu siç bënte ai me këtë adoleshent, para se t'i glabëronte në fundin e fugonit të tij të zi. Pastaj është maska e zemëruar me buzët poshtë dhe në fund pjesa e poshtme është bosh. Është boshllëku, nuk ka asnjë lloj shprehje, që është edhe më e frikshme. Kjo është ajo që Jungu e quan maskë e shoqërisë, një shoqëri që do të largojë gjithë dhunën e parsyeshme, gjithë perversitetin që ka brenda duke vendosur maskë. Tani gradualisht po i afrohemi zgjidhjes, po i afrohemi atij misteri që mbart filmi përtej arketipit, përtej maskës. Telefoni i zi çfarë përfaqëson? Çfarë po na thot Derrickson? Ka krijuar 2 filma. Derrickson, që është një regjisor që mund të veprojë shumë mirë me kamerën, është regjisor shumë i mirë, bën një sequel, pra një film vazhdues të filmit të parë, për t'i theksuar edhe më shumë idetë e tij mbas këtij filmi. Për ata që dinë të shohin dhe të lexojnë kyçet që na jep, sepse nuk është puna vetëm të shohim dhe të njohim të keqen. Çështja shtrohet si do ta zgjidhim raportin me të. Si do të mund të shpëtojmë prej situatave që krijohen. Dhe këtë bën Derrickson te ky film, sidomos tek filmi i dytë që është shumë e dukshme, që nuk e ka bërë thjesht për hir të parave, por do të diskutoj diçka më shumë në fund, rreth fundit të videos për këtë. Çfarë përfaqëson ky telefon i zi? Ky telefon i zi pa lidhur me asgjë, që bie edhe që ndihmon Finn në filmin e parë, por edhe në të dytin, për të kuptuar se çfarë po ndodh dhe se si mund të shpëtojë. Nuk e di, keni dëgjuar për emrin në këto ditë Chiara Baschetti. Chiara është një modele dhe një aktore italiane që është e vetmja që nuk i është përgjigjur këtij personazhit të famshëm të kronikës në asnjë email, asnjë mesazh, asnjë telefonat të bërë asaj. Ishte premtuar prej tij që do të mund të takonte vetë Woody Allen në një nga darkat e tyre. Për gjithëkënd që është në hapat e parë të karrierës, apo edhe mëtej të kesh takim me një regjisor të kësaj kategorie, do të thotë që do të shtrohet rruga mbase me arë përpara, por Chiara nuk ka pranuar. Dhe tashmë që këto dosjet u hapën, kur e pyetën Chiarën që pse, si kishte mundur, sa mirë kishte arritur, ajo e ka mbyllur me vetëm 2 fjalë. Thjesht ndoqa intuitën time. Telefonin e saj të zi, ajo e kishte marrë thirrjen dhe ishte përgjigjur, e kuptoni? Ajo ishte përgjigjur thirrjes për të. As më e mirë, as më e fortë, as më e mençur se të tjerët. Por ishte përgjigjur thirrjes për të. Është zëri të parëve. Është i atyre që kanë jetuar përpara teje, është zëri i brendshëm që të flet. Duhet ta dëgjojmë. Jungu, dhe ne do ta shohim në librat që Gwena studion për të kuptuar në nivel psikologjik ëndrat që ajo sheh. Ëndrat janë një portë për të nënvetdia kolektive. Sipas Jung, në nivel psikologjik, ky është koncept shumë i njohur i tij, nënvetdia kolektive përmban kujtimet e të gjithëve, edhe të viktimave të mëpërparshme të vllabëruesit në këtë rast. Ëndrat janë porta për aty. Nëse dim t'i kuptojmë dhe t'i deshifrojmë. Atë që bënte Gwena me ëndrat e saj, sado mizore që ishin. Gwena është fetare, është një besimtare e deklaruar, ka një marrëdhënie të veçantë me Jezusin, mënyra se si i flet. Përpara se Gwen të përmbys atë forcën që përdor vetë vllabëruesi, i thot: "Hej vdekje, ku është thumbi yt? Ku është lavdia jote?" Përdor shkrimet e shenjta si për të përmbysur gjithë situatën, për t'i treguar vllabëruesit që edhe pse nuk e ka më shumë forcë se ai në ato kushte që është, ajo ka një forcë shumë më të madhe, shumë më të lartë. Dhe i tregon
se mund të përballet dhe absolutisht mund të fitojë mbi të keqen absolute të tij. Pra, Gwen, së bashku me Finn, kjo lidhja vëlla-motër që është vërtet shumë e bukur dhe e fuqishme në film, bëjnë të gjithë grupin së bashku me një finale pastaj spektakolare të fundit të filmit kundër glabëruesit. Derrickson po na thot që shpëtimi nuk është akt individual, është akt përbashkues. Një shoqëri e fuqishme e lidhur bashk, jo e përçar, mund të bëjë fitoren. Janë 3 mesazhet që po na jep: familja, shoqëria, besimi. Derrickson është një regjisor shumë i mirë, siç e thash. Mund të përdorte për të dhënë këto lloj mesazhesh zhanre të tjera, po horrori është i vetmi zhanër që ka mbetur në kineman moderne që të lejon që të jesh i vërtet, i thot gjërat në sy, pa bërë moralizma, pa fije ideologjike. E mira është e mirë, e keqja është e keqe. E mira janë viktimat, e keqja është glabëruesi. Nuk ka nevojë për ndërmjetësime, sepse vetëm për të përmendur disa nga elementet shumë famkeqe të historisë botërore, Ted Bundy, Chikatilo, Noguera, kanë qenë njerëz me inteligjencë sipërore. Ted Bundy ishte jurist, ishte një diplomuar, ishte i shkëlqyer në nivel intelektual shumë të lartë. Chikatilo, baba familje, mësues, antar i Partisë Komuniste Ruse. Shumë i vetëdijshëm për çfarë bënte. Sadist i përkryer. Patrick Noguera i kishte të gjitha nivel të lartë intelektual dhe gjithçka tjetër, por kishte një boshllëk moral të jashtëzakonshëm, brendshëm, edhe ka bërë ato që ka bërë. Për të mos e zgjatur më shumë këtë video. Derrickson na dha modus operandin e këtyre monstrave, e këtyre glabëruesve, që nuk punojnë të vetëm dhe nuk punojnë vetëm për vete. Këta shpeshherë janë furnizuesit. Po shoqëria ka dëshirë që të bëj censurim të këtyre situatave në mënyrë që të bëj ëndra të qeta natën, duke thënë që janë elemente që shndërrohen në monstruoze sepse kanë kaluar trauma në fëmijëri, po në fakt historia na tregon që ka njerëz që me arsye të plotë bëjnë gjithçka sepse duan dhe nuk ka nevojë për justifikime. Ju si e mendoni në këtë pikë? Apo edhe ju mendoni që se s'bën duhet të kenë pasur një traumë në fëmijëri që të shndërrohen në monstra pastaj kur të rriten? Nga ana tjetër, këtu edhe censura është më e pakët, sepse mund ta maskojë mirë veten. Kjo është arsyeja pse bëri filmin e parë dhe ju do thoni po se është bashkëpunim me Universal, kështu që me një ndër majorët e Hollywoodit. Pse ja lejuan filmin e dytë po të kishte qenë kështu? Sepse me të parin bëri para, i solli para industrisë. Kështu që tek i dyti, futi akoma dhe më thellë idetë e tij. Pra Derrickson me këtë film ka bërë atë që regjizor nihilist nuk mund ta bëjnë, sepse janë që nuk besojnë në asgjë. Ndërsa Derrickson, si një besimtar i deklaruar, një rast i rrallë në Hollywood, e përdor besimin e tij si një lloj force taktike, konkurruese me të tjerët, sepse mund të tregoj shumë dhe tregon që qëndrimi në të vërtetë është vetmja mënyrë për të shpëtuar. Dëgjo zërin që të thret. Përgjigju thirrjes tënde. Tani në fund dua t'ju pyes, në këtë botë që po thërmohet, me gjithë këtë zhurmë shurdhuese informacionesh, ju cilës thirrje po i përgjigjeni? O vdekje, ku është lavdia jote? Ku është thumbi yt? Mendojeni. Përgjigja është e vetmja që ju ndan nga të qenit pre.